Alba Story prezanton. Unë jam një grua që i kam kaluar të 40 prej disa vitesh dhe gjithë ditën e kaloj mes punëve të shtëpisë dhe kujdesit për bagetin. Kam një obor të madh dhe rreth tij mbaj mjaft kafsh. Kam lop, disa viça të vegjël që duan kujdes të përditshëm, si dhe një tufë me dele. Puna këtu nuk mbaron kurrë. Fillon që pak dhirë mirë dhe mbyllet kur bëhet terrë. Është një jetë e thjeshtë e mbushur me lodhje, por edhe me një lloj qetësie që qyteti nuk ta jep dot. Megjithatë, kur jeton vetëm, ndonjëherë shtëpia duket shumë e madhe dhe oborri nuk të mjafton edhe pse është i madh. Ishte një ditë e zakonshme dhe unë po merresha me pastrimin e hajatit përpara shtëpisë. Koha ishte e ngrohtë dhe fshati ishte në atë qetësinë e tij të mesdites, ku pothuajse nuk dëgjohej asgjë. Papritur dëgjova zhurmën e portës së jashtme prej druri. Dola përpara dhe pash një djalë të ri që po qëndronte tek pragu. Ai ishte rreth 25 vjeç dhe në pamjet e parë kuptohej që ishte një lypsar që po kalonte derë me derë. Por kishte diçka krejtësisht e ndryshme te ky djalë. Ndryshe nga lypsarët e tjerë që kisha parë të kalonin nëpër fshatin ton, të cilët zakonisht ishin të rreckosur dhe të pluhurosur, ky djalë ishte jashtëzakonisht i pastër. Rrobat e tij ishin të vjetra, por të lara mirë, e fytyra e tij ishte e pastër dhe qëndrimi i tij nuk kishte atë përullsinë e zakonshme të njerëzve që kërkojnë lëmosh. Ai filloi të fliste me atë zërin e tij të ulët. Me përshëndeti me shumë edukat dhe më tha se nuk po kërkonte ushqim apo rroba, siç bënin të tjerët. Ai po kërkonte para. Më tregoi se kishte një ëndër shumë të madhe që nuk donte ta braktiste për asnjë arsye. Donte të mblidhte para për të vazhduar universitetin e për të bërë arkitekt. Fliste me një gjuhë aq të zgjedhur dhe me aq mençuri, saqë unë e kuptova menjëherë që kisha të bëja me një djalë shumë të zgjuar që thjesht jeta kishte përplasur në vështirësi. E pyeta se si e kishte emrin dhe nga cili vend ishte, por ai uli kokën dhe nuk pranoi të më tregonte. Tha se i vinte shumë turp nga kjo situatë dhe nuk donte që njerëzit ta njihnin si djalin që mblidhte lëmosh rrugëve. Më erdhi vërtet keq për të shihje një të ri me kaq shumë dëshirë për të ecur përpara dhe në një gjendje të tillë të prekte thellë. E pyeta nëse ishte i uritur, pavarësisht se ai kishte kërkuar vetëm para. Ai hezitoi pak, por më pas pranoi se nuk kishte ngrënë asgjë që nga dita e djeshme. Zemra mu drill nga ato fjalë. U mërzita shumë dhe ndjeva një dhimbje si për një njeriu tim të afërt. Eja brenda, i thash duke hapur portën plotësisht. Pusho pak në shtëpi, derisa unë të përgatis një drek për ty. Nuk dua që të lë të ikesh ashtu. Ajo gëzua, me buzëqesh i lehtë, me falenderoj dhe hyri në obor. E drejtova për në dhomen e sallonit, e cila ishte e freskët dhe e rregulluar mirë. E ndërkohë, unë shkova menjëherë në kuzhinë. Ju përvesha punës me shumë dëshirë, sepse doja t'i përgatisja një ushqim vërtet të shijshëm dhe të ngrohtë. Mora misht e freskët, preva perimet dhe i vura të gjitha në një tenxhere të madhe mbi zjarr. Puna në kuzhinë gjithmonë më ka pëlqyer, por atë ditë po gatuaja
me një ndjesi të veçantë. Gjërsa gjella po zjente ngadalë dhe po lëshonte një aromë të mirë në të gjithë shtëpinë, unë shkova tek dhoma ku po pushonte ai dhe ula në një karrige për ballti. Filluam të bisedonim. Ai ishte pak i ndrojtur në fillim, por shumë shpejt u çlirua. Më tregoi se i pëlqenin shumë kafshët dhe se e donte natyren. E duke qenë se gjella donte edhe ca kohë të bëhej gati, unë i propozova të dilnim jashtë. Derisa gjella të bëhet gati, eja të tregoj bagetit, i thashon, kam mjaft kafsh në pjesën e prapme të shtëpisë. Ajo ngrit me njëherë me dëshirë. Dolëm në oborin e pasem, ku kisha rrethimet për bagetin. Shkuam tek pjesa ku qëndronin lopët dhe viçat e vegjël. Ai u ofrua tek rrethimi i drurit dhe filloi t'i ledhatonte viçat me një kujdes të madh. E kafshët, sikur ta ndjenin mirësinë e tij, i afroheshin vet drejt duarve të tij. Duke e parë ashtu, unë e kuptova që kisha të bëja me një njeri shumë të mirë dhe me një zemër të pastër. Më pëlqente qetësia e tij dhe mënyra se si sillej me çdo gjë rreth vetes. Kisha kohë që nuk e kisha ndjer atë lloj ngrësie nga prania e një njeriu tjetër në shtëpinë time. Ndërkohë që ai po merrej me viçat, unë e pyeta: ku do të flesh sonte, me që the që je nga larg dhe je duke udhëtuar? Ai ktheu kokën nga unë dhe tha: akoma nuk e di vërtet. Do t'ja bëj disi, mbas e gjej ndonjë vend të thatë për të kaluar natën. Nuk mund ta mendoja që ky djalë i ri, kaq i sjellshëm dhe i pastër, të flinte rrugëve. Fli në shtëpinë time, i thash, po u menduar gjatë. Kam vend sa të duash dhe nuk kap se të rish jashtë në këtë fshat ku nuk njeh njeri. Ai ndaloi ledhatimin e kafshëve dhe u kthye plotësisht nga unë. Në atë moment, pash që ai filloi të dyshonte pak në ftesën time kaq të hapur. Me pyeti direkt pas një lloj droje. Mos je duke me joshur, më tha ai. Unë nuk u fsheha dhe nuk u ndjeva keq nga pyetja e tij. Ja ktheva më njëherë, po të njëjtën sinqeritet. E çfarë të keq e ka? Ti je një djalë i sjellshëm, i bukur dhe shumë pedant. Nuk shoh asgjë të gabuar në këtë mes. U emocionuam të dy pas atyre fjalëve. Ai nuk foli më, por e kuptova që fjalët e mia e kishin prekur. E për të thyer atë heshtje të papritur që ra në obor, unë bëra një hap mbrapa dhe i thash: eja të futemi brenda, se mos është gjella gati dhe e ham. Ke nevojë për ushqim. U kthyem drejt shtëpisë e hym në korridor. Aroma e gjellës tani e kishte mbushur të gjithë ambientin. Sa po u futem në dhomën e ndenjes dhe unë po bëhesha gati të shkoja drejt kuzhinës, ai më ndaloi. Qëndroi në mes të dhomës e u kthyen nga unë dhe më pyeti prap me një ton pak më ndryshe këtë herë. A ke vërtet atë që më the jashtë, që jam i bukur? Më pyeti ai. Po, i thash unë me bindje të plot. E kam shumë vërtet. Zëri i tij foli sërish. Eja e më poth, më tha ai. Nuk prita që ai ta përsëriste dy herë. I ofrova plotësisht, u zgjata dhe e putha lehtë në faqe, e ai nuk lëvizte. Nuk të thash në faqe, më tha ai, duke më mbajtur pranë vetes. Unë e vura buzën e gaz, duke flirtuar hapur me të. E kafshova buzën e pastaj e pyeta: po ku atëherë? Ja, tha, ta tregoj unë. Zgjati të dyja duart dhe ma kapi kokën, e pa me lënë asnjë mundësi për të reaguar ndryshe, ai me puthi fort në buzë. Ishte një puthje aq e papritur dhe e thellë,
saqë unë e lëshova veten plotësisht. Duke u puthur e duke bërë ca hapa mbrapa, u ula në karrigen që kisha aty, e ai nuk u ndal. Ul në gjunjë përpara karriges ime dhe filloi të më puthte përsëri pa pushim. Unë kalova krahet rreth tij, e përqafova fort dhe thjesht shijoja çdo puthjet e tij, duke harruar, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.